Bismillahirrahmanirrahim. Betejë e Bedrit. Allahu I madhreshëm thot Kur'anin e tij famlart, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allahu ju ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës keni frikë nga Zoti. Sa grupe të vogla kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha. Pra, Bedri është një ngjarje e madhe në historinë e Islamit, e cila daton gjithsesi në 17 Ramazan. Pikërisht pra në muajin Ramazan ndodhi kjo betejë, e cila betejë ndryshoi rrjedhën e njerëzimit, e cila betejë ishte triumf I të vërtetës ndaj të pavërtetës, triumf I monoteizmit ndaj politeizmit. Betejë e Bedrit, në cilën Allahu te barekuhu teala, siç thotë në shumë ajete tjera kuranore, Allahu I ndihmoi besimtarët edhe me ushtritë e melekëve. Dhe në atë betejë besimtarët korrën suksese dhe arritën që të fitojnë. Ishte një fitore shumë e madhe, ku pra mushrikët u mposhtën dhe triumfoi e vërteta, doli në shesh realiteti, I cili realitet po ju mohohej besim drejtëve dhe njerëzve të drejtë, dhe po adhuroheshin 360 statuja, po besoheshin zota të cilët marroheshin me duart e njerëzve, po besoheshin gjëra të trilluara, të sajuara, dhe padyshim kur erdhi e vërteta triumfoi dhe besimtarët ja dolën me lejen e Zotit që ta përhapin dritën e të madhit Allah te barekuhu teala, dritën e tauhidit, besimit në një Zot, dritën e adhurimit të Zotit, dritën e dashurisë ndaj Zotit dhe largimin e injorancës dhe largimin e gjërave të kota, larguan beslutnit dhe gjërat e padrejta. Lullzoi drejtësia dhe besimtarët e përhapën në mbar botën këtë drejtësi, ku në botë ishte përhapur shturja e madhe, ku në botë adhuroheshin diktatorët, ku në botë adhuroheshin statujat, ku në botë ishte mbushur bota plot zullum. Elhamdulillah, pra besimtarët dolën triumfator. Andaj, ngjarja e Bedrit, historia e Bedrit është mësim për të gjithë ne si besimtar. Selam aleikum.